Është koha kur pasioni duhet të kthehet në profesion e kandidatët kanë edhe pak ditë kohë për të hedhur hapin e parë drejt skenës, telajos, kamerës apo studios. Kam aplikuar në deg këtu të universitetit, për deg të ndryshme, pikturë, fashion designer, pra të kam hedhur që e vogël, që e kam qef. Martina vjen nga gjimnazi i përgjithshëm, por prej një viti është përgatitur për artet. Për ata që rrugën e artit e ka nisur që herët, ky universitet është destinacioni natyral. Unë studioja që në klasë të parë të liceu artistik, në fillim për violin, deri në klasë 9, pastaj në gjimnaz kalova për kanto dhe do e vazhdoj edhe këtë vit. Për Albanën, muzika është edhe një mundësi për të ndërtuar të ardhmen, brenda apo jashtë vendit. Renato nuk është aplikanti klasik që sapo ka mbaruar gjimnazin. Unë kam mbaruar shkollën në gjimnaz përgjithshëm para 10 vitesh. E jam marrë me biznes veshjesh. Unë jam marrë që i vogël me editim videosh, krijim kontenti gjatë gjithë kohës. Ai thotë se ka realizuar edhe një film komedi, ndërsa tani synon në regjin. Por çfarë e bën të veçantë studimin në Universitetin e Arteve? Shkolla jonë është shkollë kombëtare, shkolla më vjetër dhe më me traditë në territorin tonë. Universiteti i Arteve ofron 10 programe në muzikë, arte të bukura dhe art skenik. Afati i regjistrimeve është 18 gushti, ndërsa në 3 ditët që pasojnë, kandidatët do t'i nënshtrohen konkurimit. Kemi kërkesë për secilin program, dhe kjo është një gjë që është shumë e mirë. Pikët maksimale në Universitetin e Arteve i ka gjithmonë konkursi i pranimit që zhvillohet në ambientet e Universitetit të Arteve, më pas shtohet dhe mesatarja. Ndërsa dekani Spahia shpjegon se për të qenë student në Universitetin e Arteve, nuk mjafton vetëm diploma e shkollës së mesme. Ky konkurs nuk është shumë strikt, merr parasysh edhe kontingencin që vjen edhe nga shkolla jo artistike, jo profesionale, nga shkollat e përgjithshme. Dosja atyre dhe biseda gojore gjatë shpjegimit të dosjes ka shumë rëndësi. Programet që lidhen me dizajnin, fotografin, grafikën, produksionin dhe skenën krijojnë ura me tregun e punës dhe me aktivitetin kulturor. Universiteti i Arteve nuk është vetëm thjesht një qendër edukimi, por është një qendër kulturore barkombëtare dhe ndërkombëtare. Për disa ky është konkursi i parë, për të tjerë një ëndër e shtyrë prej vitesh, por për të gjithë ditët e ardhshme do të jenë prova, nëse pasioni mund të bëhet profesion.